just too good to be true. Can't take my eyes off you. You been like heaven to touch. I wanna hold you so much. Yeah, long the stuff has arrived. Yeah, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, you bring me down to pray, you pretty baby. Then I found you, stay, and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. See, I wanna hold you so much. Yeah, long as love has arrived. Yeah, and I think that I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, on the lonely night. Love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, you bring me down to pray, you pretty baby. Then I found you, stay, and let me love you, baby. Let me love you. It's quite alright, I need you, baby. On the lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, you bring me down, baby, you pretty baby. Now that I found you, stay, let me love you, baby. Let me love you, because you're too good to be true. Ndërsa tani në studio kam kënaqësi të pres një djalosh të ri që pavarësisht mbiemrit që mbajnë, ai mundohet ta ndërtojë rrugën e tij. Kohëve të fundit është komentuar shumë në rrjetet sociale, ka zgjedhur të punojë, ka plane të mëdha për të ardhmen dhe sonte do ta njohim përtej mbiemrit Jetishi. Me shumë kënaqësi e pres në studio Ledionin. Ledion, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjitha. Kënaqësi, eja të lutem. Ledion, faleminderit shumë që je sot bashkë me neve në studio dhe ke ndarë pak prej kohës tënde që t'jesh këto. Lutem, faleminderit juve për ftesën mas pari, kënaqësi është e jemja gjithmonë, më punu me juve, edhe faleminderit. Unë e përmenda në hyrje mbiemrin Jetishi dhe po du me ndalë pak të kjo sepse shumica të njohin thuajse si djali i Xenit. Të pengon kjo tashmë apo je mësuar me këtë fakt? Jo, jam mësuar me këtë fakt, po normal që privilegji më kun djali i Shkelzenit atë është gjithmonë aty edhe tash nuk më thonë që nuk i ka bos disa gjana më të lehta, po normal ekziston edhe ai presioni edhe ajo pyetja dhe me pse nuk po më njohin mu për Ledionin, po për Shkelzenin.
Imagjinoj se po ashtu dhe fëmiria jote nuk ka qenë krejt e njëjtë si kur e bashkëmoshatarëve tuj. Le të themi si ka qenë me u rrit në familjen e tishi, Ledion? Po, ka qenë normal, babi shumicën e rasteve u konë më punë, do më thonë edhe me një farforme përgjithësie ka kalu mamës, unë jam shumë i lidhur me mamën, po janë mundu sa ma shumë mi bo që mu konë një femëri normale, do më thonë, si fëmijët e tjerë. Po, kur e kujton krejt këtë kohë, ka ndonjë kujtim që të vjen kështu më së shpeshti ndërmend me babën? Po. Kër e më konë me i vogël dikun 2015, që një kom pas dikun 7 ose 8 vjetë, kemi qenë në Amerikë. Edhe tu kalu, do më thonë, se motra jeton në New York, ka jetu në New York, edhe tu dalë për banesës, kemi shku bashkë, edhe pa prit mas tu kalu rrugës, një person që se kena në gjoft, a i ka qëllu shqiptar, e ka në gjoft, do më thonë, babin. Midis New York, do më thonë, okej, që ku ka të zëjni, do më thonë. Edhe kjo mu ka djek me një farforme në memorje. Pra, këtu ke arrit me kuptu krejt këtë madhështilet themi, po, a ke gjelozun të njëherë për këtë fakt? Jo. Ose me thamë se nuk e kom babin veç për veti, po edhe të tjerat? Absolut. Do më thonë, gjithmonë jem li krenar që emni ti me një farforme gomandon respekt edhe qelë dyre dhe kjo u konë shumë pjesë admiruse për mu, edhe alë është. Po besoj, Ledion, që të gjithë njohim Xenën që ka mjaft koncerte, ahenge, dasma të ndryshme kusht, prezent dhe po besoj që gjatë fëmirisë ja ke ndje mungesën, le të themi, ka pasur nga ato momentet kur e ke prit me padurim me u kthy në shtëpi, të është ka mërzit ndonjëherë ky fakt që ndoshta jo gjithmonë ka qenë ato? Po, sidomos kur i ka pas, domethënë, koncertet në Zvicër, në Gjermani dhe në Evropë, po shumicën e rasteve une me verës, me babin jam pa shumë pak. Edhe normal, ajo brenga se ape vjen edhe kur ka më ardhë, se unë pa më të gjithmonë nuk unë eksistente. Po, le të themi se Ledion publikun ndonjëherë sheh vetëm duart trokitjet, suksesin, arritjet, por shumë pak e shohin edhe e din kritë çmimin që e pagun familja, sepse realisht familja është ajo ku e pagun çmimin më të madhin, përderisa flasim për këto mungesa. E ke ndje edhe këtë si fëmijë? Po, normal, do më thonë, tash babi famen e krejt, po sakrifica që shpëthullë të u konë të familja. Unë e kom ndje ma pak, korabi edhe dona ka ndje pak ma shumë, se aty në ju ka ra me një periudhë ma të gatë, se babi ka knu shumicën e verave 0%, me s'mi pa hiq. Po, apet, kur u konë aty prezenca ti, do më thonë, i ka fshik të tjera, të zupon. Po, e ke ndjen të njëherë le themi atë presionin që duhet me qenë shembulli më i mirë i mundshëm, veç për faktin se je djali i Xenët? Po, tash presioni unë dashta s'dashta u konë gjithmonë eksistent, do më thonë. Edhe me një farforme u konë është, edhe hala është sa një mirë se mu për veti, më ka shtit, do më të gjithmonë mi kërku ma të mirën për vetës. Edhe me një farforme një lej perfekcionin ndaj babit. Se ka mujtë më konë kritikus, ka mujtë më konë nëse njësam nuk është në standardet e ti, edhe është komplet e kuptushme. Se unë e shosin njëre me një shkollë shumë të nellë, do më thonë të arritjes, edhe nëse nuk mujtë mi arrit standardet e ti, të pakten duna mi mundu mas shumë të i për mi u afru. Mi bo ma të mirën për vetës. Ke pas ndonjëherë frikë se çka do që bën në jetë, çka do që arrin, çka do që punon me vetën. Njerëzit ndoshta kanë me të njohë gjithmonë, kjo është djali i Xenit. Babi gjithë na kalon neve si kërkesë, si me i farforme, qysh me të thonë. Mi bo emnin tonë, do më thonë, më në gjovë si Ledioni e jo si Xeni. Edhe unë e menoj që ditë për ditë, do më thonë, duna më mënu mi arrit që ata, mi afru që asaj gjithë qysh. Ndoshta, si do ta përshkruaj e babin jo si artist, sepse si artist le të themi e njohim të gjithë, por si ai Xeni, si ai babaj që është brenda shtëpisë, brenda mureve. Do më thonë, babi është një njeri në zemrë shumë i butë.
është shumë i dhemshëm edhe nën dhimbje edhe nën shumë dashni për njerëz. Edhe për njerëz që nashta ka bo gabim me ta, apet e nën qatë dashnin dhe qatë keqardhjen, edhe unë e vlerësoj qëta shumë, edhe babi është, do më thonë, një njeri ekstrem i menqëm, është ekstrem punëtor, edhe po që pjesa që e shprejnë dashnin edhe nuk me një farforme nëse e donë dikën nuk ka kur far barjere me ta. Dhe sa mirë në fakt kur rritësh në një frym të tillë, sepse desha apo nuk desha do ta trashëgosh. Po sa ka ndikuar ose ka ndikuar puna e babait tuaj në raportin e juaj? Ka pas apo nuk ka pas raste që jeni zemëruar ndonjëherë me njëri tjetrin? Po, ka pas raste, po për shembull unë i kom thonë që ta zojmë një ditë javës, vyllë më konë me ty se kena më shku mi kry një punë bashkë, se nuk me mi kry pa ty, ose u konë një nënshkrim, ose u konë një paraqitje, edhe ka thonë, okej, në rregull. Adi, vi gjoshyr se i kom kallëzu 2-3 ditë ma herët, kruar dita ka thonë, për mvje keq, du na më shku qështu, du na më shku atje. Dhe më ndej me kërsit prej nervozës. Po nuk më isha mi thonë, e qyshe tek se disha që e ka për punë, edhe ka me i farforma për të mirën tonë. Po, e kemi kuptuk edhe këtë pjesë. Po mrena kom një nervozën, gjithë. Jeni përplas në atë momente, apo e ke kalu kështu i qetë? Jo, e kom kalu i qetë, më thonë, okej, në rregull. Po më përdu me ta ba dhe një pytje pak nga cmuse, sepse si babe birë, ka pas raste kër ndoshta le themi, Xeni ka qajt para teje, para familjes? Po, ka pas raste. Cila ka qenë ndoshta momente kur e kujton çdo herë? E kujtoj prap me një emision nuk unë, edhe motra e dona erdhë surprizë. Edhe u konë diku viti 2014, nëse s'jam gabim, edhe do më thonë, qysh si ka hi e dona, i ka ndru qerja komplet, do më thonë, që një ndjenë surprize edhe u emocionu ekstrem. Edhe i na konë une, Korabi edhe mama në studio, edhe na tret kena kajtë, do më thonë. Edhe u konë, dyqysh një moment bashkimi u konë shumë i bukur. Po besoj që edhe kjo është një pjesë shumë e ndihshme për familjen e juve, Ledion, sepse sidomos për ty le të themi që nuk i ke motrën edhe vllahun, këto janë kogja kilometra larg këto dhe të mungojnë, në çdo situatë të mungojnë. Me të thonë drejtën, une nuk e kam qatë breng shumë se sa ka babi, se babi ka të ndalune për më shku në Amerikë. Unë e muj më shku, unë e kom vizën, jëmë konen 10 orë, qëtash, e kom pa motrën, edhe muj më shku apet. Po, normal, ajo mungesa që mi pasën bazat ditore është aty, po nuk është shumë e egzagerune. Se unë e muj më shku mi po. Po, sepse është ndryshe kur flet në telefon dhe ndryshe është kur takosh me ta. Por, janë të shpeshta ardhjet e motrës në Kosovë? Po, motra u konë në mars, këti viti. Edhe vjen gati njëherë në 2 vjetë gjithmonë, ose njëherë në vjetë vjen gjithëshysh. Kurse Korabi është halon procedurët letrave e s'mund të ardhë. Edhe po uroj që sa ma shpejt të takoheni kështu komplet dhe ta shijoni krejt këtë bashkim të familjes dhe krejt këtë lumturi. Po du pak me u largu prej familjes, Ledion, prej babet, sepse përveç kësaj ti ke zgjedhur edhe me ndërtu rrugën tënde vetë. Tash së fund me ke përfunduar edhe shkollën e mesme, gjimnazin. Po. E kom kry, do më thonë, vitin e fundit në gjimnaz, edhe tash për të ardhmen, besoj që jëmë të marrë një vit pauzë, edhe besoj që du më ardhë në Prishtinë për më punu, edhe mas ne kom zgjedh me vendosë me vazhdu juridikun në Londër. Po pse vendose me marrë një vit pauzë, Ledion, sepse le të themi shumë të rinë e kanë frikë këtë pjesë me pauzu një vet, mendojnë që nuk do të kthehen më. Pse arritë deri te ky vend? Po ka qenë edhe puna e restoranit, edhe puna e rezultateve të testeve, edhe puna e afateve, po arsyeja kryesore u konë që me një farformi t'ju jap prindve edhe një vit, t'jam me ta edhe mas nej të shkoj. Se
i shkoj Korabi, i shkoj Edona, 3 edhe i vit edhe të shkoj Edona. Shkoj edhe tjetri mandej bëhet pak më e rëndë. Po çka mund të themi se ndoshta prat krejt prej këtij viti pauzë, me reflektu ma shumë e vetën? Jo, prej këtij viti pauzë, do më thonë, kom ardhë Prishtinë edhe du më punu, edhe arsyeja kryesore u konë mu me një farë formë mu pavarësu edhe mi marrë një eksperiencë qysh është jeta vetëm, qysh është jeta me të ardhën atujat edhe thjesht me bo përvoj. Pse është kaq e rëndësishme për ty me u vetë pavarësu, Ledian? Po se... A ka të bëjnë ndoshta edhe këtu për shkak të mbiemrit, për shkak të babit, që mos me pas paragjykime të tilla, ose me thonë që është një djalë i artistit edhe i ka të gatshme, ka të bëjë edhe kjo pjesë? Po, normal. Do më thonë, kjo nevoja për me dalë pi emrit babit me një farforme, mund gjoftë si e në emër tonin është gjithmonë eksistente, edhe nuk besoj që derisa ta arri që ka mu largu. Nuk për thëmë si sa një keq, të më puna, absolut. Po edhe mas nej është, do më thonë, pjesa tjetër që drejtimi juridik ka 4 vjetë, edhe me një qytet të madhë si Londra, që shë, sepse ti ke me studiu në Londra. Po, nuk dush me marrë me i farforme një shije që shë është mu pavarësu. Përveç krejt kësaj, ti ke fillu shumë herët edhe me punu, në vendet të ndryshme, fillimisht në Texas, tek motra, pastaj u bëre aktive edhe në rrjetet sociale, sepse edhe kjo llogaritet tashmë një punë, thuaj se kogja, në restorantin e babit e kështu të ndryshme. Pse vendose, pse nuk ishe ndoshta sikur ata fëmijët e tjerë që me qëndru në shpe, rahat? Po, mas nej shka u murvesh, se nëse unë e vendosi që të rahatin, unë jam rahat qëtash. Unë mëj me thonë, okej, për rritë që në i ka restorani, edhe majnë prind, edhe s'pe bëj kur gjo. Po, ashtu nuk bën. Edhe se mas pari nuk është baraz me parimet e mija, me parimet e babit që i ka qitë për neve, edhe, do me thonë, unë mendoj që dikur gjithmonë duhet me mundu mu konë më i mirë. Më mundu me arrit maksimumin për vetës. Sepse jo gjithmonë jeta do t'jetë e letë, do të krijosh familje, do të vazhdosh edhe kështu me radhë. Por përveç kësaj, ti kohëve të fundit ke qenë edhe kogja i komentuar në rrjetet sociale, ke vendosë kogja shumë me na dhuru prej përditshmërisë t'juj, sidomos në restorant. Pse vendose me ba Ledian video të tilla, pse vendose me tregu prej kësaj përditshmëria? Do më thonë, kjo u konë kryesisht si një forme marketingut. Kryesisht u bo për marketing, do më thonë, mi të regu restoranin, produktet në restoran. Kë që u ardhë plusi, si une si një lej influencerit, ta që i vetën, ajo u konë, do më thonë, vish plus, vish që u konë ma mirë. A ke prit krejt këtë vëmendje? Jonë që të shkollë. Sepse ka pas edhe prej shumë atyre njerëzve që të kanë përkra, të kanë duar trokit, të tjerë të kanë kritikuar. Po. Ka pas komentet të ndryshme. Po, ka pas komentet të ndryshme, në konë normal ato të mirat edhe në konë ato të këshijat. Po, me një farforme këto dyjat e arrin njëtin qëllim që o vëmendja. Po, si i ke përjetu le të themi ndoshta komentet negative, nëse nuk e ke probleme folë edhe për Jo, problem. Në që unë e kom prit që ka me pas komente negative, se gjdo kur shka. Po, javën e parë, janë njësa si mu prek, si pëse pëthojnë, mas në edhe më thiri motra në telefon, se e do në është qëtësohet shumë. Edhe më tha, o, me si ngo komentet e... Si motra për vlohë. Po, me si ngo komentet e aje mira, e ka mundë, e boni shumë punë në film. Edhe, i thash mirë, jam në regull është, adi, unë e kom prit. Pasi ka kalu që e javë, mas nëj nuk e që e marë fërth. Po, atë ka ndo një komend që të kam betë kështu në kokë edhe që vazhdo në kujton akoma sot? Po, nuk u konë kryesisht për mu, po u konë e kena bo një video të e shërbim në gjesin, edhe e më ka pëlqy shumë që shaj komentu, si do më thonë,
e ka shprej mendimin e vetë për restoranin, ka thonë ushqimi mas pari edhe shka ma rëndësishme shërbimi, do më thonë në konë shumë nivel cilësore dhe e ka lavduat kamarierin që në konë video me ta shumë. Okej, interesant. Që kam ka pëlqyer shumë. Ke pas edhe prej atyre momente që ndoshta ke thonë mos më u ekspozu me u ndalë me kaq? Jo, nuk e kom problem, do më thonë, kamerën edhe që shpishën edhe vetë nuk e kom problem atë më full. Jo nuk ka pas në moment që kom thonë, oke, penal nëse boll është. Ose nuk përdu mo se komendat negative janë ka mujnë. Që realisht nuk duhet me ilan me të mujtë, sepse me jarri qëllimet e tua. Po, cila mund të themi se ka qenë puna që të ka mësu më shumë për jetën? Qysh për më Puna në restorant, apo kjo puna me rrjetet sociale, që të ka ba me kuptu diçka ma ndryshe, ma shumë, që ndoshta nuk e ke kuptu ma herët, nuk e ke dit ma herët, nuk ke has në të ma herët. Puna në restorant, besoj, ma ka mësu senin kryesor i cili është që alo, do më thonë, dhe shumë e to ditë për ditë, nëse nuk e kryn një sanë vetë, me sprit dikur qetër me ta kry që shë ka dënë ti. Se nuk bëhet, nuk ka shansë. Po të kam mësu, kjo punë le të themi që m'ja ditë ma shumë vlerën, paras, ndoshta edhe €1, kur është e jotja, me shpenzu ndryshe, mos me që këtë dëmë dhe me thonë është vish €1, s'ka lidhje. Po, normal. Ta shpëbona pak gjekovar, mama gjithmonë thotë, kur si këshyrë të voglet, s'kimi marrë të mdhajat. Edhe parën, normal, na e kena mësu për fëminis që për babit mas pari që nuk bënë i marrë për hajgore, edhe se është mjetë shumë i rëndësishëm, edhe me një farforme nuk bënë mi djegë si pa kry. Dhe realisht një mësim shumë i vërtet që të duhet për gjatë gjithë jetës. Edhe nëse i ki, nuk paraqitet nevoja. Po, shpenzën kështu shumë? Jetëp që shpenzën shumë? Jo, kryesë shpenzoj në ushqim. Në ushqim, më duket ato shpenzojmë gjithë. Jetëp, je nga ata tipat që i ke qef firmato, të veshjet firmato? Tash, po, normal, po që unë kryesisht veshna në Zara edhe në Massimo Dutti, firmatot po jo me logo të mdhaja, me paraqitje ekstreme. Po qka mujna me thonë që ndoshta ki diçka më të shtrejtë në garderobën të nda? Ma të shtrejtë në garderobë, kostumin që e kom vesh për mamjet maturës. Okej. Edhe që të pantollen, Veqa? jezë kostumin. Me thonë, do një orë apo diçka tjetër nuk është që ki? Jo, orat jam arë babit. Okej, do me thonë, mire pas kësaj përket kësaj vjesë që nuk më të vika me shpenzu. Ledjen, përveç kësaj, përdu me undalë pak edhe për të ardhmen të nda, duke qenë se je rritur në këtë frymë, e ke menduar ndë njëherë vetën, duke të kënduar në skenë, në dasma, apo s'ke të bëj fare me këtë? E kom menu edhe me një farforme nuk është jetese keqe. Për arsye që ti nëse e ki pasion, jetu o bo punën më shumë qef, që shë bënë babi, nuk priton, edhe do më thonë jenë në stop me një atmosferë të mirë, ndarsma. Po, une shkurt shqip nuk e kom zonin. Se ki zonin? Jo. Okej, do me thonë kjo është arsyeja e vetme. Ke tentu ndë njëherë me provu? Po, kom tentu, më ka provu korabi, edhe më ka provu edhe babi, edhe jo, nuk u kon aty. Të ka thonë babi që shtë më gajte më Jo, shkurt shqip, se babi është shumë i drejtë për drejtë, kërë vje puna muzikë, ka thonë nuk jepën, vje keq. Largo jo. Nuk i përket kësaj fushë. Po, atë mbet peng, le të themi nështë që nuk mundesh me vazhdu rrugën si të babit, apo? Jo shumë. Jo, më pëlqen që mëj me eksploru dëshka tjetër. Okej, po ku mund të themi se e shë vetën pas 10 viteve në Kosovë, në Londër, apo diku tjetër? Pas 10 viteve e shë vetën avokat me diplom dytësore, do më thonë, për me praktiku juridik edhe në Londër edhe në Amerikë, të e kalu testin për avokata në New York, edhe
me një zyrë temen, do më thonë, me një firmë temen, avokat korporativ. Unë uroj shumë prej zemrës që qka do që ki qëllime të të realizohen edhe të shkosh sa ma lartë ato ku ke dëshirë. Po t'i lëm pak anash punën, shkollën, këto pjesë, sepse publiku të intereson edhe diçka tjetër. Intereson edhe kjo pjesa e zemrës, le të themi pak. A është zemra e Ledionit sot e lirë apo e zënë? Zemra e Ledionit është e lirë. E lirë, pra të kemi single. Po, single. Kur mendon që ndoshta duhet t'jetë mosha e duhur, ose ke ndonjë cak që ja ke qita ashtu vetës që deri në këtë mosh nuk mendon me ngarku le të themi vetën, sa i përket kësaj pjesa? Që për mu, do më thonë, karriera edhe arritjet e mia personale dhe vetja si Ledion, do më thonë, gjithmonë vinë të parat. E dinë edhe gjithë ata që folën me mu, e dinë edhe familjarë, e dinë edhe tënë. Edhe pa arritun e një farforme, një rahatije, ose një knatësie me arritjet e mia, nuk besoj që e qeli derën për dikon tjetër. Pra jenë nga ata personat që njëherë dëshiron të gjitha gjënat të i vendosësh në vi, pastaj të vendosësh diçka tjetër. Po sa mendon që është sot e vështirë në ditët e sotme me kriju një lidhje? Edhe me mbajt një lidhje gjallë, me dashni, me përkushtem? Po. Mendoj që është më e vështirë sot që ka qenë, se një pjesë kryesore, do më thonë, e lunë sinceriteti, njerëz nuk janë të sinqert që shëngon për para, ose në ashtë edhe atërë që shëngon të sinqert, na veç nuk e dim. Unë e për veti. Edhe mendoj që ka shumë vështirësi se këqyrën sendet materiale, sidomos me një lidhje serioze ose me një lidhje martësore. Edhe me një farforme nuk kanë faj që këqyrën sendet materiale. Se është ardhë jeta që sendet jënë burë shumë shtrajt, edhe sendet ditori jënë burë shumë shtrajt, edhe nuk tjepë nuk dalje qeter për vetë se mi këshyrë dhe qatë onë materiale. Ndikimi rrjeteve sociale, lakmia, le të themi që ndikojnë edhe gjitha këto. Po ka pas raste ku ndoshta të është afruar dikosh veç për shkak të mbiemrit edhe duke pas parasysh krejt këto Ledion? Po ka pas raste, po zakonisht une ata persona vrehen, a ditë që okej, ti je ka dënë dishka, urdhnë. Si reagon ti në ato momenta? Apo vishë thjesht nuk merësh? Jo, merëna se me një farforme më interesën, e më intrigon, një thamë, okej, jam ka të vreja, po më kalëzën që e ka dënë qyshë tek, edhe mas ne i kalëzoj shopuna edhe mas ne i largona. Po qka është më thelbë për ty dashnia? Si e konsideron ti dashnin? Si të bën me undile të temi dashnia ty? Dashnia... Dhe që moment. Me rekohen të nda? Mendoj që dashnia është, do më thonë, mi pas shokun, grun, partnerin, gjithat me një person, do më thonë. Edhe në të mirë, edhe në të keqë. Edhe me një farforme me korrelu me një qetërin. Unë e marrë shembull shumë lidhjen e korabit me grune vetë me gjenen, ose lidhjen e babit me mamën. Janë dy qifte që korrelojnë shumë nërmes vetë, me një farforme ja kapin një qetërit ekstrem. Edhe që ajo mendoj që është kryesorja. Po qka nuk ishe falë ndoshta kur në dashni, në lidhje? Tradhtin. Pra është vetëmja që nuk falet. Beson endet e dashnit e përjetshme sot? Apo ndoshta mendon që sot zgjasin më pak lidhje? Jo, normal. Janë më si të dikurshme, për shembull duke i krahasuar me prindërit e tona. Sot normal që zgjasin më pak, është e ditëne, po mendoj që hala ekziston ajo shkreptima që mes dy njerëzve që nëse mujnë mi përpunu sendet, mujnë me eksperiencu dashnit përjetshme. Unë po uroj shumë që kur do që të vi koha, të jesh njeriu më i lumtur me personin tënd në krah dhe me shumë dashni edhe me shumë lumturi. Po krejt në fund, nëse prap pas 10 viteve do të ftoja përsëri në këtë studio,
për çka do doje të flisnim, për çka do doje të përmendnim? Seni kryesor që kisha dasht më fol, do më thonë, një i shkon karriera, po okej, le. Menoj që se cili njeri duhet me bot pa mundshën, me arrit me kriju një farforme, një rezume tjetës. Edhe, do më thonë, me dal, me shëtit, me eksperiencu kultura të reja, thjesht më mush me shumë njohuri. Më konë edhe i ditën edhe i shëtitën. Po edhe si prind për shambull, Po, mund të shihnim bazë 10 viteve? unë e kom 18, qëtash, 28. 28. Jo, besoj 30-32 mund është më po. Okej, do me thane pas ke kështu. Po. Në rregull, Ledion, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për juve. Gjithashtu. Kështu që po të urej shumë suksesa. Shumë faleminderit. Ndërsa nga këto të dashur shikues, po kalojmë tek performanca e radhës së Bendit. E nisa kom ti për me të shkru, por s'u di që shë jam fillu. Qamra nalë kesh më buj për ty, se sëm qyrë vesh njerë me sy. Ka vason ty për të përceli, e për m'cilër si kur pula neli. Lahu prej goje po më shnon, deri tën qysh po e drejton. Maliqe, 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 më kalle, më tere, më fike. Maliqe, maliqe moj, besu ty unë sonde po këndoj. Maliqe, 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 më kalle, më tere, më fike. Maliqe, maliqe moj, besu ty unë sonde po këndoj. Lui maliqe falso pa pritu, trupit tu ka visatu. Pas shtyt qërën besh një herë, ti më nërë që më ma prander. Lui maliqe deri nesër brava, lui maliqe e të shqit të zana. Dridhe trupin pas të shqit të zi, vërse qallin dhe po të me më shti. Maliqe, 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 më kalle, më tere, më fike. Maliqe, maliqe moj, besu ty u sonde po këndoj. Maliqe, 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 më kalle, më tere, më fike. Maliqe, maliqe moj, besu ty u sonde po këndoj. Maliqe, 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 më kalle, më tere, më fike. Maliqe, maliqe moj, besu ty unë sonde po këndoj. Maliqe, 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 më kalle, më tere, më fike. Maliqe, maliqe moj, besu ty unë sonde po këndoj. Mirë se pëtakojme në këtë pjesë të emisionit. Sol e kësaj të djele do t'i bashkohet një mërgjimtare. Me njëve në studio për të diskutuar shumë me të, Nita Uka. Nita e bëna pyetjen kështu, thash, a ka me marë burën atje, a ka me këthy Nita në Kosovë? Njerë, ka me marë burën, tani ka me këthy në Kosovë. Mirë se na erdhe e dashur. Placi e madhe që jeme mua në studio. E pse njëherë kë vendim me marë burën tani me u këthy në Kosovë? Apo thjesht po doni me punu, ma shumë atje, që me marë këtu me kontributin Po, kismet. Une me familjen tem, me prindë e mi, kemi fillu mati me një ndërtes, me një lokal, nëse janë shumë lokale, me një ndërtes tonën, edhe vazhdojna me punu bashkë për që ndërtes.
Kështu që e këshyrëm të armën që aty edhe me burrin. Për që ata shkojnë njerë në Gjermani, tani kthejmë për këto. Me u bashku që të gjithë mas ndej në Kosovë, sepse unë e Nita të njo edhe më afer, e di që në planit të tua çdo herë ka qenë rikthimi në vendlindje, në Kosovën tonë të dashur, sepse e keni lidhje po ashtë veçantë, sa që duket fizikisht ke qenë larg, por me mendje... Jam gjithë këtu. Je gjithë këtu. Nita, këna tje madhe që kjo e djelë do të nga gjejë së bashku, qysh janë të djelat për Nitën tash si një nuse e re. S'ka edhe ndryshim shumë të madhë, one po njëna si në familjen teme, të prindrit e burrit edhe të familja burrit. Ka musafir, vinë me më pa, po unë shumë kam qef. Në këtë vikend të largova pak. Po, veç mas ditët, mas që të kryet intervista, ka musafir. Me bereqet Nita. Po, është nësër shumë i bukur që unë kam qef shumë mu vish ndimia, kam qef mu vish ndallame. I kam tash gjitha, familja burrit mi kam blitë gjitha që i kum dasht. Kur vjen musafiri me nëzëspres mi vesh. Ka njerë mami i burrit thët, nëse priton mos i vesh, po une nuk pritoj hiq. Ndërku Nita e para aty, une e para. Po mi vesh. E di Nita që edhe kur ke qenë një vajzë shumë e re në moshë, vazhdimisht e reje ende, por që shë vogël unë e di që ke qenë një për aty në vajzave që ke jetu larë Kosovës, por shpesh herë duke veshur veshje tradicionale tonat. Kretë qka i kemi gjdo zones me gjublete, me gjithat kemi pas shpesh herë, sepse Nitën e kemi pas edhe aktive shumë herë në rrjetet sociale, në mos në TikTok-a. Qashtu është gjubleta. Gjithë ka qenë kjo dëshira për me u vesh. Gjithmonë, po. Edhe shumë e mi që edhe burën e kam ashtu. Ndarësëm tonë, unë e kum vesh gjubletën. Kërkush se ka dit asë një njëri eq. Ka qenë një surpriz nga ona. Që një surpriz që asë një njëri se ka dit. Kom dash gjubletën me vesh, se veshet komtare i vesh kur do. Po një gjublet, mundet me vesh një nuse. Edhe e kom vesh gjubletën e kuqe, burri u vesh me veshje komtare, me ples, u konë shumë bukur. O zot. Çfarë emocioni ke Nita kur e përjetove tamam si një nuse atë veshje? Kur kemi him brenda, edhe gjithë kanë këqyrë me emocione, me shuplaka, me dore shuplak të kënu. Reagimi prindërve kur të panë me që ishe një surprizë e... O, tipër e bukur. Edhe para darsmës kam pas shumë emocionet, jashtëzakonisht ndoja. Po, si kom him brenda dhe i kom pa edhe prindë mi të busqesh, kretë emocionet atë të këqia që janë kështu të hekën edhe knaqësh. E shvitzane, që shme thonë, në maksimum jo mundu me shiju, kretë momente. E kom shiju kretë darsmën e kom shiju, se kom një shumë herë, shijon e darsmës është vish një herë. Edhe kom shiju ashtu që është do të mas mire. Nita, do të këthemi prapë të darsmën, apo të këthemi pak për largimin e juj, apo krijimin, zhvillimin e familjes në një vend të largët, në një vend ku asë njëherë nuk ka qenë shtëpia jote, nuk je ndje asë njëherë si në shtëpi. Ashtu është. Unë më konë jarë në Spanjë, prej Spanjës në Gjermani. Edhe asë njëra nuk u konë si nani, si në shpet që shpo thua dhe ti. Prindrit gjithmonë kanë deshtë më këthy këto. Edhe të i pa prindrit tonë që po dojnë më këthy në Kosovë, edhe nive na u ka rrit një dashni shumë e madhe për Kosovë. Kjo ajo dëshira? Nashta edhe vetë do të me pas pak, atë dëshirën në shpirt, në zemër, po edhe prindrit kur i shetë që kanë qef që luftojnë për me arë këtu, atëherë edhe na kena luftu bashkë me ta dhe Alba luftojnë bashkë. Qka të letë më shumë me Kosovën, Nita, që ndoshta edhe shpesh herë kanë qenë vizitat të tua të shumë ta... Halo, janë. Tash dijet arsye. Gjithmonë në më thëshin, hajtë se kjo arvesh me pa burën tënë ose diçka, më në edhe Alpenjo ftu hiq burën të, më në kom arë shpesh në Kosovë. E dim, nuk është veç burri që të ka thjellë Kosovë. Jo, në kom arë shpesh Kosovë. Është interesant që edhe veç në shpi me nejt, në shpitone, në Kosovë, pa kërkon heq, ndjesh rahat. është vetë, në tërhik të qysh veni, vetë,
është ambienti si ti në mrena në Kosovë, si të më rinë, është një ambient tjetër. Cila është dësia e parë që e përjeton sa po ta shkelësh tokën e Kosovës, temi kështu? Vetë rruga ecë ma mirë, knaqësh, si ti në mrena, merë fry ma letë, s'di së më nëshme përshkru, pa e përjetu edhe vetë, kështu, është shumë interesant. A kur këthejom, rruga bo 300 vjetë, nuk shkon, nuk ecë rruga, nuk... S'knaqë kur gjë më, asë nuk nga në muzikë rrugës, asë kur gjë veç rrën me nënë që ke përjetu që ato javë që ke nejnë Kosovë. Ka qenë Nita gjdoher një tip që ka dosht me vizitu shumë familjarë sa po ka në Kosovë, apo shpesh herët kemi pa, me sa nuk gaboj Nita ke ardhë, edhe këtu ke përfundu kurse të shumë të që ti me u zhvillu karrierisht edhe në vendlindje. Po, une për make-up, për flok, shumë... Pas interesa çdo herë këtu? Çdo herë këtu, po, se mu ka doke edhe e kom shrytë rastin me artë tani në Kosovë me nejtë ma shumë. Kjo ka qenë edhe një arsye që mi ju ikë pak. Pak mi ju ikë, Gjermanis me ikë, se ti mund është me krye dhe atje Gjermani, po që të kom dash këto, që me nejtë ma shumë, për shemë kom nejtë gati 3 muj, kur e kom kry për make-up artiste, për flok, për... 3 muj ditë pa familjen, do të thotë, ke ardhë? Kom nejtë, po, unë kom nejtë këtu me familjen, me familjarë tjerë, me agjen, me tezet, kom shkun, kom vizitu. Qysh është kjo distanca edhe tu jetu, normalisht që në Kosovë jenë di si më mira, më rehatë si kur, por ti është edhe, ndoshta edhe një moshë shumë të rej, largë prindërve, nuk ka qenë edhe shumë e leta, kanë qenë ato emocionet e veta, ndoshta që të kanë shtirësu dhe qëndrimin këtu pavarësisht dëshirës të madhe për me dhejtë. Qashtu është se mamin gjdo mëngjes në telefon. Mirë mëngjes, mam, po shkoj, mam erdha, mam kam pauzë, mam e kryta pauzën gjdo herë, me këqyr telefonin tem është gjithë mami, ma shumë mami. Kur të foli me to, mu do këtë që është nga të meje, për që ta kam nevoj edhe flasë shpesh me to, e thirë shpesh, jena shumë të lidhta, ndarës më në teme, të shpeci kur dashnin me to që shekena, mamja më shumë e lumë tërë këne ku martu, po thjesht është aje emocione që jena shumë të lidhta, po na nuk ndohëm edhe shumë largë, këtu kum nej 3 muj, ajo s'ka mujt marë qatë periud këtu, po apet në Gjermani jena ngatë, në Kosovë jena ngatë. Kur kom nejtë të 3 muj, edhe shumë nuk jom mërzit se kom pas familjar tjerë. Për shembull, tezja ka nejtë me mu non-stop. U kujdes për mu si për fëmin e vetë. Sa të kume është një vajzë kër ka teze. Sa mirë, si nonë. Shumë e vërtet. Qashtu është. Edhe... ajo u kujdes për mua dhe pësone normal, si më kone vogël, po du me thonë, krejt për shpije, për krejt, ma ka bu shqime, kër jom këthi pri punë, se punë mi thonë, se që ku në kry kurse nuk konë si punë, si loj punë, kina pas kliente, kina pas persona. Edhe unë jam një tip që kam qef me shku shumë në për musafir, kam qef me shku me vizitu familje, e për që ata nuk e ndje edhe fort mërzin këto edhe pse si kum pas prind, e di shumë i du e krejt, ama nuk kum lujnë familjarët. Aktivitetet e shumë të ndoshta, them aktivitetet, kjo dinamikja që te ja bën vetës jeta, të bën ndoshta mës me undalje me mendu shumë edhe mës me pas shumë malla. Po, që është s'ki ku me menu për mallë. Ka po du më dojtë pak të tezja, se sinqerisht është ajo fjalla e vërtet që thonë tezës i vjen i ranona. Ashtu është. Një raport që... Tezët, unë i kom 2 atë mira, se 2 teze i kom. E përse po emocionohesh Nita? Se di, vetë është. Se, që shpëthu i ranon. Se mami sot unë nisë për Gjermani. Edhe, ta që kom tezën, të po më shtenë me shku ma vonë të tezë. O, zot. Qashtu është, i vjen i ranon për një me. është, nëse mërzit është për mamin, me pas ata ngatë, ta hek një farë, një pjesë të mërzisë, se të bon laf, edhe interesant është do këtë edhe zoni i saj si i nonës tonë, qështu është. Tezët i kam i du shumë, i përshëndes shumë, edhe janë kujdes shumë për mu. S'u kalon kur më mërzit, e kanë ditë sa jo me lidh me mamin, edhe u më japin këshilla si kur nona jame.
Sidomos po besojnë këto detë që tash më mami veç ka shku. O, mami shumë që Gjermani. vjen apet. Mami ti këmë tonë më ardha apet, s'po moj, mu do ka që letë pejsoj. Nuk është e lehtë, Nita, nuk është e lehtë edhe sikur ndahesh je në një shtet, sikur ndahesh largohesh prej shtëpisë në një farë forme është vështirësi në vetë, e le më në një shtet tjetër. Ashtu është, po... Distanta e bën edhe më të vështirë, më të rrallë. A më të familja e burrit për shembull janë shumë Mirë kuptuesa? shumë tepër, edhe unë jam tu e kalu tepër mirë, unë sare për ditë tash prit që unë jo martu që gati 2 javë, gati për ditë e kum pa mamin tem, jam shku, sa do pak e kum vizitu, 10 minuta, 10, kum shku, kum najtë, tash po vjen interesant kur po thëm, shkoj me bujt e mami. Nuk është, kur po thëm me bujt e mami, po më do këtë shumë interesant. Po nuk jam të e ndje mungesën fort të madhe. Cili është ndryshimi që e përjeton një vajzë Nita në këtë proces jetësora? Jam bërë veç 2 javë, por që mjaftueshëm për ta kuptuar pak a shumë qysh është si proces. Nuk e di që është e vajza tjera, po une kur kom shku tash të familja e burrit, mu ka duk që jam të njëtën aty. Kriota ja bindja e përshtypja sikur aty ke lind, Aty, që aty... ka vazhdo jeta jote çdo herë. Çdo herë, menon që aty ke lind, une personalisht nuk e di të tjera që është, po personalisht kom menu që une jem rrit të burri. Që aty kom nejtë të njëtën, nuk ndjena e huj në shpiti, në shpiton tash. Sa është e rëndësishme Nita ta gëzosh këtë raportin e mirë, jo vetëm me burrin, por me Xhe. Po, është i për mirë, është, se di, ndjena shumë, s'po dish me thonë, burri jam ka halla, shumë, ka tezë shumë, edhe ato më doken që janë si të mijat. Printe burrit më doken si printe mi, unë i konsideroj si printe mi. Unë ndjena shumë mirë në familjen e tij. Nuk merr dikur si nuse, po diqysh si familjare gjithë jetës. Do me thonë, sillen me mu qashtu, si me konë në vajza e tyne, ose si me konë, s'po di, të njëtën qatë... Një raport si vajza atyre, po se po më duket Nita, unë sa po të pash me vjerën të ande, sepse kjo... Po, e kom marrë vjerën sot. Të pash sikur me pas një shoqe, a? Po, që me re? Shumë zoja? Shumë zoja është. Ajo ma kalon mu. Edhe e dur shumë, tepër. Unë e ku marrë me veti se e kena një raport shumë të mirë na dyja. Jetojnë atash me një shtëpi, edhe çdo mëngjes, çdo mramje më duket si me konë me mamin tem. Është shumë njëri pozitiv, t'jep motiv për gjithçka. Mamin tem e du shumë, po edhe mamin e burrit e du po ashtu shumë. Dashnit për këto dyjat e kanë dashnin e vetë, kështu, do me thonë... Normalisht dashuria... Ndryshe janë, po apet janë e kanë dashnin ekstra për këto, ekstra për ato. E rëndësishme është Nita që njeriu të takoj njerëz që janë zemër mirë, që janë të sinqertë, që janë të respektueshëm dhe normalisht vendin e askujt askush nuk e zë, a? Ashtu është, po... Kështu që e rëndësishme është të krijohet një mirë kuptim, një respekt dhe një dashni. Ne kena mas pari respektin, tani e kena dashnin. Njerët me respektu një tjetrin, edhe tani automatikisht e dënë tani qatë person. Më vjen mirë që është familja e burrit ka që mirë, që nuk më bojnë mundje keq. Nuk e thëmë veç pëse jom një intervist, ose pëse jom para ateje, se një sen shihet edhe e ke pa dhe vetë vjerën dhe vetë që është yll. Kështu që veç ju veç kjo për e ma pak një kërkes, mos të shok për base, po e pash veç keshe edhe a po se... Unë nuk e këshyri që tash mamin në burrit, se keshe tani. Ta ajo është o zotë si shoqe, si kur të këshyri një shoqe dhe ajo, kësi të she, janë... Cilat janë këshillat më të shpesh tani që ti thot kështu? Këshilla? Jena vajza të reja, nga përvoja e tyre, bëjnë do njerë që ta thonë një fjallë, që ka me qërbi për të mirë të ardhme. Në i këshill. Unë e munona, vëlla këshill, unë e i bëj, kur du me bo ditë shka, për shamë me ndimu ditë shka,
shpesh herë më thot ju, thot unë e bëj s'ka lidhje, pusho ti, je lodh, ose nuk është diqysh jo këshirë se mu më doket që i pëlqen që ka bëj unë, po diqysh mas dasmës, jemi lodh krejt, më ka thonë re, pusho, s'ka lidhje, unë e përfundoj, ju mundu me bo diçka në shpepsha, me fshi ose diçka, ju më ka thonë ju prit, ka dal, pusho, ullë, pina një kafe bashkë. Vjera eme, mu ma bjen kafe, ma ka pru kafën, unë jem këntu ly edhe ma ka pru kafën tavolin. Edhe mu ka dok shumë interesant, diqysh, se ju mësu të i një tjetër këm, për shamull, ndryshe e kanë me vjerri, unë e kam si në shpeteme, po të kalzoj. Sot ja qesur në kafën nisër me që ta jo mu. Normalisht të cili e përjeton ndryshe çdo raport, unë thash që kur të është edhe një njëri i mirë nuk e se si t'jesh i keq me të. Edhe Munona. Të njof nitën, unë e di çfarë vajzë e mirë dhe sinqert është, edhe normalisht kush është ai që nuk e trajton si duhet i vajzë ti. Nita për të krejt kësaj që kthehemi te dasma, normalisht e tregojmë dhe si emocion. Unë po du më dojë të pjesa e zhvillimit tënd në Gjermani, një vajzë shumë punëtore, madje unë me sa kam informacione, ke punuar 2-3 punit. Halaj puna. Halaj punon 2-3 punë. Kish është e mundur, kaq aktive? Une kur e shoh vetën, tham, kur gjës është e pa mundur, hiç kur gjë. Me më thonë dikush, valla po lodh në punë, unë e s'di qa mu lodh. Po sa qohet Nita? Nita zgjohet në 6 mëngjes, në 6:45 jam punë, në Qerdhe, si edukatore. Në 7 fillojnë me ardhë fëmija. Tani punoj deri në ora 4 masdite. Në 4 masdite, punën nuk e kam shumë larg, e kam 10 minuta. 4:30 fillojnë ashta klientet për çerpek, për flok, për vetlla. Nëse nuk ka kliente mesdite, e kam një mini job, është Dunkin Donut, kështu si, tash me përkthy kështu si ëmbëltore, domethënë, se ka veç senet ëmbla. Punoj aty në mini job. Nëse s'kam kliente, jam atje. Nëse s'jam atje, ka kliente. Domethënë nuk ka asnjë ditë që unë masdite muj me pushu. Çdo herë angazhume. Edhe harove më duket me përmend që ke filluar edhe çanta me. Çantat i kam prej që e kun kry këta zanat që e kun kry për edukatore. Aty kun fillu me çanta me rruza. Tash për kanagjeq, i kun bu 150 çanta të vogla, që shtojnë kun të vogla, ku marru me monjo me veti. Si nuk na sjellin njëri Janë të vogla, edhe me çokoladë mrena. Krejt ato 150 çanta i kun punu krejt vetë për se cilën musafire që uarën kanagjeq temin. Çantat të cilat munden me ushit edhe në Gjermani, po edhe në Kosovë. Mundën më ushit, po, normal. Nëse dikush dërë mi ble, unë ja u bëj çantat i maroj. Po, atje ma shumë. Për me shit, kum shit atje ma shumë. Edhe jo që unë i kum qit në shitje, po thjeshtu vet i kanë lyp. Kur mi shohin mu që unë e dal me një çantë, atëherë e thojnë, ku e ke marrë? Ka dhe që ku marru vetët, ama marron mu një, okej, edhe ja marroj. Nuk pritoj hiç. Nuk duket një punë shumë e lehtë Nita për më realizu, sepse gjitha ato rruza, gjitha ajo punë, gjitha ajo përkushtim. Po. Unë edhe këgjat mirë kështu. Unë edhe për fejes, që bon ato kutijat e xhamit që janë, unë i ku marru vetë me rruza. Krejt. Ta me thonë, janë në Instagram temin shtu të postune, edhe në TikTok i kam të postune që shi ku marru, janë shumë të mëdhaja. Zdia janë 7-8 zdi, krejt e ku marru ekstra, një për vjerri, një për kunatën te me burrë me fmi, një të madhe për burrin. Sa dënë ku një çantë i tillë? Një çantë kështu e dorës, që e nxan një telefon edhe një kulet, vyn dikun 3 javë. 3 javë. Po të fejesës që i bona? Të paska doshta, një veza? 6 muj kom bo. 6 muj. Një gjysmë viti plot kështu, është me angazhimet fejës. Edhe ato, edhe kur jo marrë këtu, kum vazhdu edhe pak që janë rrugës që kanë livrit pak, se ato duf mi kap me le pak në ato drunit, që mi qitë rruzat mirë, u duf mi lepit këto tani, se rruga, me kerë, mazar.
Po e gjenë vullnetin një vajzë eri në mosh, me kaq shumë aktivitete, me kaq shumë punë, dhe tjetë kaq pozitive dhe me energji kaq të madhe, a? Po njëherë këna me jetu. E vërtet Nita, po që ka njëherë jeta na bënë që mos me pas vullnetin shumë. Po, nuk do me thonë që dhone e kom vullnetin çdo ditë, nashta e kom në erë dhone na i di që shumë pritoj diçka me bu, po prape e gjej dikon. Nashta më në gjësio me motivu. Që që gjej motivi, Nita? Në qka? Ma shumë bazosh që sot po qona më e fort se kur, sepse kjo është qëllimi im. Jo, në zgjona, nashta shumë pa motiv. Edhe kur shkoj në qerë dhe i shoh fëmijët, vetë kënaqën diqysh, edhe janë nis vetë diqysh bosh ma pozitive. Ta japin energjia. Energjia këtë më njerë vjen. E tani si të vjen energjia që atëherën më ngjes dikur, mos prishet. Dita nisë mbarë. Nisë mbarë. Nitë kam dëgju që edhe fëmijëve, shpesh herë, ju mëson aty këtu diçka tonë, neve shqiptarve. Do të edhe muzikë ju lëshon shqip. Ju lëshoj. Ju mësoj shqip. I kom edhe do fëmi, për shamull, ja u jepi do emra shqip. Për shamull, kur du mi tregu mame që cili fëmi ka bu diçka sot, e kanë emrin shqip. Si për shamull, një fëmi më ka thonë, a ma hap shishën e ujit, kom e mush uj. Edhe unë e kom hap shishën, a i ka mush me shampon. Edhe ka pi shampon. Edhe pi që ati momentit i ka pi të emrin shampon. Fëmis, a unë nuk është kur që se na e dina qësh me reagu kur të pinë, se së është diçka rrezik. Po, si cili fëmi e ka një tjetër, e tash unë kur i thoma ati shampon, a jedin që unë të thirë qatë fëmi. Ka pasë dhe nga prind që kanë reagu që ditë shumë nëse fëmija i tyre ka full një fjallë shqip që për ta ka qenë. Prindrit e fëmive mdojnë shumë. Tash për darsëm, si cili prind, unë ka pru diçka para darsmës. Ka pru dhuratat vogla. Këtë më ka thonë, a bon me na e dërgu foto që shki mu dok për darsëm. Janë shumë prind mirë. Shpesh herë, pa kur gjo, veç vinë me një letër, më shkrujnë tekstet bukra, nonat, më thënë faleminderit që kujdesesh për vajzën tonë, ose për gjendë. Sepse e dorëzojnë në një kohë të shkurt, apo gjatë, që një në tyre ma të rëndësishme. Pasurinë e tyre në durë të dikujt. Normal, është përgjësi shumë e madhe, se është një fëmija nuk është veç hajtë, është një prind mundet me pas veç qatë fëmijë, dhe ai shkon punon rehat, edhe menon që e ka ndurë të sigurta të une, do të me majtë unë ndurë të sigurta i kam, unë për shumë 25 fëmijë në grupë temin. 25. Edhe shpesh herë, nëse mungon dikush do të miru në ashta 2-3 orë vetën. 25 fëmijë vetën, është zërë pak, po mundona me bu sa ma mirë. Qka e bën ma sfiduse që këtë profesionit? Urdo? Qka e bën ma sfiduse këtë profesion? Sfiduse është për me që jam e nejtë vetën, me ta. Është pak zorë se nësë është një fëmi pak ma aktiv, pak ma hiperaktiv, është zorë se do është mu fokusu ma shumë qatë fëmi, po tani kje dhe tjirtë 25 fëmi me një dhomë, që mi pas 25 sy, që mi këqyrë mirë. Amo s'un ka ndodhë asë një problem, kur që 2 vjetë punoj atë. Asë një incident, fatmirësisht. Nëse rëzot një fëmi, vrahet, lëndot dikon. Prindrit e fëmive janë qashtë mirë, sa që e kuptojnë atë sen. Se fëmija vrahet, rëzohet, lëndohet. Është normale. Është normale. Edhe natë më dhejtë rëzohem edhe lëndojmi, po na veç do të mu kujdes, mos mu lëndu në sene që na vetë i bojna gabim, për shamull, me loni kabël në gjitën, ose diçka të nëzet, ose diçka që ato zgudzojna mirë, do të mi këqyrë shumë mirë. Do të me qenë shumë precis. Shumë. Dhe shumë vigilent në këtë aspekt. Normal, po. Cilën këngë shqipe ja ullëshon mas shpeshtin qerve? Këngë? Këngë. Se e kam në mendje si kur edhe ishten me valzu. Valle Kosova. Valle Kosovare. Edhe ja nisi me valzu, e marrë një palome dhe valzoj unë këqyri. Qka ka mësusja? Jo, është shumë interesant. Një fëmi, a i mëson shumë shpejt edhe e ku mësu me thonë, qështë je, a je mirë, që po bënë, qështë e kje emrin, ja një svet folë.
I çudit edhe prindrit kur shkon në Po, shtëpi. veç kanë qef, ti që vjen interesant, dhe to, a është shqip? I thom, po, shqip është. Thom, atë pengon? Jo. Okej. Normalisht e kërkon edhe miratimin e këtyre që... Jo, e pyti unë i pyti gjithë, i thom që është në rregull nëse unë për shembull folin e shqip edhe si në hajgare ose diçka, janë shumë pozitiva. Prind, se janë shumica e prindve janë edhe profesora. Edhe e mirë kuptojnë këtë sen, po. Nita, është një prej punëve që edhe nëse ishe këthy në Kosovë kishe dash me vazhdu, kishe dash me punu si edukatore me fëmijët shqiptar? Jo me punu si edukatore, po me pas vetë qërëdhën tam. Na i kina lokalet. Edhe ma mira? Na i kina lokalet që i na të ndërtu. Motra em është e përfundut njëjtin karrierë si une, do më thonë edukatore. Edhe kjo është arsyeja jonë se dojna tani mu këthy, që me pas vetë na qërëdhën tonë. Që me kriju mundësi shumë të mira. Shumë të mira, kena ide shumë ideja kena, që masi na i na rrit atje, është edhe i dini paka shumë qysh duhet me qka duhet, po, edhe qka i vyn Kosovës, do me thonë, qka i vyn i qerdhës në Kosovë. E dina shumë mirë, kena shumë ideja, inshallah realizohen më rëzot, deri tash janë realizu krejt që kena dashtë. Gjithë këmë thonë këmë me marrë një burë të Kosovës, e këmë marrë. Këmë thonë që kena me bo biznesin Kosovë, kismet, inshallah dhe bohet. Manifesto, Nita, a njeri ju të manifestu. Edhe të shpresu dhe të punu shumë fort për ato që i mendon, i realizon. Kur punon, edhe vetë Zotit a jep. Të punu 3 puna ka që vazhdimisht motive ndoshta edhe më i madh për me sjell të hyrat në Kosovë. Po, ashtu është se dikush kush e sheh një lokal si që kemi na, thot, i kanë milionat, nuk i ki milionat nëse te e bën qatë lokal, ti dush katar dole mi bu milionat me qatë lokal, se nuk është me një herë si ti bën ti milionat e ki lokalin, tani halo i ki milionat, nuk është ashtu se ti dush me investu qatë mrena, e na punojna krejt bashk, edhe investojna krejt bashk, investime për bashk. Krejt kena investu bashk, gjithë, prej që punoj, une sa do që muna, se unë ma shumë smoj, bolë më do këtë punoj, se prej 6 mëngjes deri, besoj ka njëre, këm nej dhe në 12 zhut të punu, prej 6 mëngjes deri në 12 është shumë. Edhe pse tash ja kom do një lish vetit që më nuk bëj ashtu, se nuk është e tepër të pak. E di që është e mundur, së është e pa mundur, po është e tepër për trupin e njerit me punu ka të shumë. Para se marë në Kosovë, kum punu deri 1:30 natës, me qërpik, me kliente, se hajtë edhe një shohë që hajtë bëmi edhe mu, se kemi shku në Kosovë, s'ke një muj dit, hajtë edhe mu, dhe u bo 1:30 ora, edhe kom thonë vetës më kur nuk e bëja sen. Jo që nuk muna, po është shumë një lodhje e madhe për të. Do njerë dhe fitimet e mdhaja që i ke, nuk duken ashtë të rëndësishme sa është të rëndësishme një shëndet i mirë, është. edhe një rahati me vetën tënde, a? Zoni prej atishët mu ka shtirë, se është një lodhje e madhe. E di që është e mundur, që shpo thamë, nuk është kur gjë e pa mundur, po do të edhe pak me këqyrë vetën. Po që normalisht për të arritur këtë investim që e ke pretendu, është dashur me punu shumë e shumë. Po. Madje tu hek dorë ndoshta edhe prej shumë dëshirave të tua, Anita. Sepse na vajzat di me pas shpenzimet shumë, ta të nda. Unë shpenzimet e mija ma të mdojën në tesha, edhe në make-up. Po, make-up e kom gjitha të arsyen, se mami është familja jo që kursen mos shumë ti, që na mos me bu gabim me bli diçka pa lidhje. Dhe të qenë e mirë mendushme blerja. Po, gjithë. Edhe unë 25 vjet i kom, edhe tiri u martu, alo mamin e kum pyta, bën me bliqë. Se më duket që kur thët ajo pu, është diçka me vlerë, do të me ble. E për make-up kur blesha, e gjojsha arsyen, unë vim për kliente. Amo shpenzimet ma të dhejnë konë vëtë qëto dyjate une, jo diçka ma shumë. Jo me shkum pushim dikon ose diçka, kom thonë pushim shkoj edhe kur të kryon këto sene tjera. Shto janë ma të rëndësishme për mu. Me arë mu këthy në Kosovë, me investu në Kosovë, me arrit diçka këto, edhe mos me menu gjithë edhe 3 ditë ka me shku. Vetin është i farë ndjenje shumë e keqe, kur t'ja njës me t'u afru ditë me shku në gurbet apet, edhe nuk e dina ke me ardhë që të rënhere, a kanë më t'u vo punë me ardhë, mas 2 muje, mas 3 muje, anë është të zvjen 2 vjetë. Ke pare nga rethane? U konë korona për shemull, ke menu që ke me ardhë që të rinë muje dhe u prish krejt, edhe s'ka ardhë 2 vjetë. Si në ardhë tani 2 vjetë në Kosovë, u konë të merë. Qështë e ka përjetu Nisa me lujtë.
Po jo se unë ja nisa tani me TikTok. Fillova Me TikTokun. qenë kogja shumë aktive. Edhe tani- po ashtu vetëm për tradita shqiptare. Vetëm, se po më do këtë tash që u kon malli për Kosovën edhe për që ata ja kom nis tani në TikTok ma shumë për me fol për traditat Kosovës e qështo. U çmallshën në një farë forme? Po se ishesha komentet, e të isha qenë kitë shqiptare, qështo, do ke shumë interesant. Tani fillon edhe mu rrit followersat, mu do ke apet interesant, që tu nejt janë nisë njerëzit me mjoft. O konë shumë e bukur. Tash edhe kom fillu, se pregaditja për darsëm u konë shumë Ngarkesë e madhe. ngarkesë e madhe. Plus me punu 3 puna, është shumë ngarkesë e madhe. Edhe tani une unolla pak me TikTok, s'kisha më ku, s'kisha më kur. Në ditje nashta 1 orë pa uz veç. Veç të punu. Edhe tash kom fillu edhe me burrin me bo TikTok. Po na është i hapur as? Me bo TikTok po, a me full diçka aj nuk dal. A kështu nëse emitojnë një sen, ose unë e bëj një TikTok, ajo është nga të Nita meja. pas ka pranu si një djala. Po, si në fillim më ka thonë që nuk ka qef, po pak i ka hinë qef, edhe po më pëlqen shumë. Na shkojnë viral videot. Kush për i merë meritat pa shumë? Ai që po thot unë që dola tash për jetë parë, apo Nita që e ka fitu një audiencë të madhe, kogja? Po më do këtë tash viewsat që janë shikueshmëria më e madhe tash në video, është vetë pse ajo është nga të meja. Se nëse e kum vrejt, çdo ditë e fundit, nëse jam dal vet, ka pas më pak. Nëse më dal me të, ka pas më shumë, edhe po më pëlqen shumë, unë po gëzon atip. Një motiv edhe më i madh për atë që mos më ndalë dhe me vazhdu deri në momentin që ka me fillu dhe me fol. Kismet, edhe pak. Nita, the që dasma e ka marrë, ndoshta e ka marrë një energji shumë të madhe, sepse nuk është edhe aq e lehtë një mirë organizim për me u realizu. Ju e keni bo edhe këtë pjesën e Kanaxhexhit që e bë një vajzë, po është edhe dasma 2 ahenxhet shumë të mëdhaja që të është shumë e punu për tu. Shumë. Kanaxhexhi edhe dasma, normal, i kina po do sene për shembull 1 vjet përpara. Pe që kena ditë kur kam u bo darsma, kena fillu mi pregadit do sene. Po shumë sene në Kanaxhexh temin janë konë spontanisht, si për shembull muzika, me çfarë muzika ka me fillu, me çfarë muzika ka me mbaru, këtë janë konë spontanisht. Mas mirë është ashtu se e shijon. Nuk tutesh që po harron diçka, po thjesht e shijon momentin tonë. Nuk e kufizon vetën me kaq edhe këto dhe s'ka ndryshe, por që jep hapësirë çdo ndryshimi, çdo rrjedhje të natyrshme. As nuk veshjet që i kom ndru. Unë e kom ndru shumë veshje. Tash A pi bjen kjo që Nita si nuse ka fitu shumë nga familja e burrit? Nitës, si ja kam prish qefin kërkosh, faleminderit prej ty në shumë. Unë jam një person që ngushtona, kështu pak me nëse dikush bën diçka për mu, pa janë diçka kanë bërë shumë për mu, edhe më vjen mirë se e kanë ditë që unë e kam qef, që ato veshje, edhe në mundu sa ma shumë me më knash me që ato veshje. Po, unë e kom pas veshje shumë, unë jam dru më do këtë 7-8 herë. 7-8 herë, në brenda një nate. Ditu konë, prej 12 deri në 6, 7-8. Që ashtu diçka, për leo mejtë edhe një fustan pa. Sprem të koha. Jom vesh, kom këcy, e kom shiju, si jom nalë kur, edhe u kon krejtë spontanisht shka po veshe, i kom pas shoqëruset, unë kam thonë, qa po donë për më fillim, qa po donë 2-ën, 3-ën, unë i kom thonë, së gajle, s'ka lidhje. Në 1000 e lek jom hinë të parën, edhe fustanin e kuq kërë më kanë knu kanën që e kom gjitë. Që është një emocion vete kjo pjetë. Që ato dyja ditë që jënë kone para dhe fundit, a për këto tjerë kom thonë s'ka lidhje. S'ka rëndësi se si rjetë. Me rëndësi i veshje edhe i tregoj veshjet. Që që përjetoj Nita fustanin e kuq, të e këndu, se duket është një proces ku vajzat emocionohen ma shumë, i këndohet gjithë familja me rënda. Ja nisë krejt me rëndë. Si funksionon? Edhe është një sen ma i bukri që mami e ka shru tekstin. Mami jam. Edhe tani ajo i ka lidh do sene që... Ka qenë një tekst i dëgju më parë, apo aty për aty? Ja, ajo i shënon vetë.
Do më thonë ajo tekstet është shoferi i autobusit edhe thot e ka një fletore gjithë me veti. Edhe thot si të mbjen diçka në men, e shënoj. Këtë janë që si ka ndëgju kur kërkon heq. Se ato janë në tekst, janë senet qa kom përjetu one, qa këna përjetu preku ma shumë Nita në ato momente kur e dëgjove tekstin e shkruar nga nona? Pas e koj. Kur e ka përmen vetën, nonën tem, edhe kur e ka përmen motrën tem, mas shumë tem. Se jam rrit me motrën diqysh. E kom rrit unë e motrën. E më ka do kësi me kom fëmija jam, jo veç si motra jam. Edhe, po mami e ka ditë qysh unë emocionona. Ndo pjesë në ka shti edhe me kish. Se për shembull, ajo e ka ditë që unë e më bu me një veç keq. Jo keq, po me një veç mërzi, unë e shumë mërzitna. Alo pa fillu mirë, unë e kum kajtë shumë. Edhe kur ja ka nis teksti, me knu tekstin, edhe mja nis me mi përmen edhe tezet, edhe kusherinat me kon jëm rrite, vetën e vetë. Babi su kona aty, po apet babin e kanë knu babin. U koni emocion shumë zi. Mu doke që nuk kam i pa kur ma. Cila fjallë të preku thellë kështu në zemër? Cila fjallë. Në mes të reshtave aty Tekstit, mi majtë men si maj, veç e di kur ta që është sofra e vogël nuk na zuni. Të me thonë, mu do këtë diqysh që jo që po më përzonin, po diqysh që mos me konë më në qatë familje, dhe tani e menojsha të isha para me notash nesër, prindet e mi ullën me ongër bukë edhe unë s'jam që aty. Edhe u do ke shumë keq. U mërzit që ma shumë në sa ata. Tani mami, unë ka shti për shembull për mu e hik këtë emocion, këtë mërzi me hik. Unë e që me Bajgorës, kështë që natë Bajgorës, tani e ka thonë tekst, Nita me kajtë s'po pritojka, se pju kalzën qka është Bajgorka. Edhe tani këna fillu krejt me kesh, edhe ma ka hik shumë një mall të madhë që e kum pas, ma ka hik edhe më shliru kështu mirë. Po, e kum di që tekstin që e ka shënu mami se kum ledzu korë. Ajo ka thonë që s'po donë unë me ledzu, ka do që unë me një qatë moment që unë mi kalzu emocionet e vërteta që është reale. Qysh i përjeton aty për aty. Një moment po ashtu i vështirë ka qenë aty ku u përshëndete me nanën në ditën e dasmës. Një foto që e ke ndo me gjitha audiencën, shumë emocionale. Kërja punë durt. Dita ka qenë dita jote. Mami më ka motivu shumë edhe atë ditë. Ka full me mu mirë. Më ka thonë që në ditën e Kanaxhexhit e ka vërtetu që unë e ku mbo shumë krenare ato. Edhe më ka thonë vazhdo që ashtu me mbo krenare gjithë jetën. E ka pas një mendil të kuq në dorë edhe i ka fshi lot e veta edhe të mijat edhe më ka thonë, ma ka jap mendilin edhe më ka thonë e mon gjithë jetën, jënë lot e saj edhe lot e mijat të mrena. Kjo të boni me përjetu edhe më vështirë atë ndarje në atë moment? Shumë, se ajo mundu me motivu, nuk më ka folë në me thonë keq, me më thonë u mërzit, ajo mërzit, ose diçka, po veç më ka thonë që bënë nusja me mira dhe bënë më krenare gjithë jetën shumë ke bo deri sot. Edhe u konë shumë e bukur se ju një e veçan, kër më ka thonë që është krenare me mu. Edhe pse unë e mundu gjithmonë, mos mi aprish shefin për kur gjo, po deri sot e njim prej fjallës saj që është krenare me ty, nuk mund është me ditë. Dush me ndërgju që atë fjallë që thotë jam krenare me ty. Për babi nuk konë, nështë edhe ma vështirë, po babi u mundu me hajgare, me hik emocionet, me hik
Mu tregu i fort në formë shakaja. Po, u tregu shumë i fort, për shembull, kur i ki prende e din, e kupton kur të po për një me dhe kur është e imponu Tu qenë një rol, kështu. Ama mami, tani derisa u ardh koha mbrëmje ndarshëm, derisa e kum po mamin tem të pusqesh, në kun do emocionet të mëdha që më kun mërzit shumë. Që nuk e arrit me shiun 100% tënë. Derisa u ardh me shfaq vetën, me u knaqe me shiun maksimum. Punita e rëndësishmja është që ti dhe pak më parë janë të lumtur për njeriun që ti e ke zgjedh për jetën tënde. E rëndësishmja është që tash e tutje ti je me njërin tënd të zemrës, a? Ashtu është. Jo, unë jam shumë e lumtur edhe se dohet me kriju familje, mu rrit familja. Është proces i jetës që edhe nuk është që unë për shembull jam tash nuk po them që më e vjetër, as që jam krejteri, unë 25 vjet është diçka për mu taman mu martu edhe e kena... Mosha ideale është atër kur njeriu e ndjen edhe... Po, e ndjen që është tash koha. I arritur deri në një pikë që për ta marrë këtë vendim. Edhe mami jam edhe babi janë shumë të lumtur me gjitha, me familjen e burrit, me burrin tem. E dojnë shumë, çka nuk e kum prit kurrë se mami gjithu kondi qysh dhondër është dhondër, kështu, tash e dënë si djallë të vetin. Shumë e thot djallë jam. Mami jam zinë ndryshe me thirë burrin tem është djallë jam. Unë gëzën, unë knaq që i sen që unë e shë të lumtur, i thot full me të shlirë, po. Janë është te për mirë, që kjo më ka vytë mu, që kjo me ditë që jena të lumtur familja. Kur janë arë prindrit me nejtë, mas darsmës të familja e burrit është të na. Kur janë arë me nejtë, e kom vrejt që dy persona e bashkujnë një familje të madhe. Na dy i kena bashku krejt që ata. Dhe mos një familje të madhe si qeni ju Nita nga të dia anë. Po, se nejna 5 vetë, ata 5. Edhe kërina bo bashkë. Jo srejti edhe më i gjerë. Po, edhe kër i kom pa të lumtur gjithë, babi jeme, babin e burrit të fol, nana të fol. Është një përmbushje shpirtërore, sinqerisht. Për një vajzë... Kjo ju vynë gjithve. Është një përmbushje. Nita, të qenë një vajzë ka që e angazhume, qysh po ja del në këtë ditë që angazhimi vetëm është si të vesh si një nuse, si të dalë edhe të takoj familjar të ri. U knoqëm. A pëshion do të thotë? Po është një lloj pushimi apo një angazhim tjetër? Nuk ndjej diçysh lodhje. Është diçysh çaja që kom dasht une. Nuk kom dasht une mas martesë vesh me pushu edhe me nejt, po kom pas qef mi njoftu edhe familjarët e burrit mat lartë që i ka. Do të thotë të ditë në Kosovë janë thjesht njoftime, ditë për të njoftuar familjarët. Qashtu diçka, po, edhe është shumë e mirë, se edhe pse tash gurbeqarët kanë shku shumica, po shqyqër që i kam po krejt, kam nejt me ta, kanë full me mu shumë shlirë, jënë konë shumë dashtën, jënë konë bashkë qësh unë i kom ndru. Edhe tash... Që për një vajzë është bekema. Bekem sinqerisht ketë një familje të re, ku rrethohet... Po, edhe ku ndjesh si shpitone, se... Ku ndjesh rahat, ku ka energji të mirë, pozitive... Veç pozitive, valla, shumë është diçka e mirë. Më do këtë edhe... Qësh i edhe vetë, qësh edhe vetë me jep pak dashni... është reciproke çdo gjë. Por e rëndësishme është që një nuse të mikpritet ashtu si që e meriton. Çdo vajzë e meriton të mikpritet mirë në një familje të re, të trajtohet po ashtu mirë. Nita, çka presim tutje, largimin nga Kosova në këtu ditë, apo keme qenë e një periudhë të gjatë këtu? Pikur 7 orë. Po kam qef me nejtë ma shumë këto. Masi edhe burri është këto, familjarët e burrit janë këto, prindrit do me thonë, po kam qef me nejtë me shiu edhe pak. Me shiu këtë mujnë e mjaltit në Kosovë, Nita? Ta këshyrom në ashtë edhe dikun tjetër, veç... Parimisht ka qenë Kosova. Njerë këto, se ti e din që kam qef me nejtë këto. Si të prindët e mi për para, i thesha, kina me shku në deti, jo bësha,
Ani, që dëni njëherë deti tani në Kosovë, se të pi Kosovë në deti nuk shkoj. Se nuk mëj tani me shku, amo ta këqyrom. Njëherë këto, edhe tani. Se kjo pushim ka me konë pushimi unë ma i gjati, se kur fillon edhe kur jam atje me punu, është ma ndryshe. Nuk ka më qështu pushime të gjata. Afa gjatë kështu, janë pushime një javë, 2 javë, maksimum 3 Po javë. jo me mujë. Jo, 1 muaj e gjysë. Që po shihni çdo ditë Çdo të ditë, këtij po. pushimi, edhe po shpresoj që çdo ditë ka me shku që është mas mjeti nita. Inshallah, dhe i tash po, inshallah. S'ka se ti ndryshe me një valë kaq pozitive, sikur ti që je. Planet po se po dihen, realizimi dhe kthimi në Kosovë, por një këshill për gjithë mërgjimtarët tanë, apo gjithë ato vajza të reja që po shohin përmes kësaj interviste. Këshill, ka shumë këshill. Po një të paktën që këtë qenë do me gjithë. Nëse ka një ëndër me bo, mundën me realizu, do të me punu shumë për me realizu, edhe nuk bërë mu dorëzu kur heq. Hiç kur nuk bërë mu dorëzu, se mundësh, është e mundësh me realizu ëndrën. Edhe nëse duket që s'është, ka me kone e mundshme. Po për gjithë ata që jetojnë larg vendindjes? Po edhe unë jetoj larg vendindjes, po mundësh me realizu. Vynë ko? Punoni fort edhe kthehuni në Kosovën tonë të dashur. Bashkohemi si kur më fare. Inshallah dojnë krejt më këthy. Inshallah kthehen në jare krejt shqiptarë në Kosovë. Po kush do që dënë më këthy si une që shkam qef, atëhere me punu shumë për që të vend. Sa me fat jemi që rinia jonë ka dëshirë edhe donë sa ma shpejt në fakt të kthehen në Kosovë dhe të kontribojnë në Kosovë. Kjo është e rëndësishme, kjo është zhvillimi i shtetit, kjo është zhvillimi jonë si shoqëni dhe mirë arshin ka ma mirë se me zhvillu karierën vetën në vendlindje. Nita, faleminderit për këtë intervistë, unë u knaqa shumë që kisha përballë. Edhe me ty knaqna. Faleminderit njerë për vlerësimin. Nga kjo bisedë, në fakt erdhëm në fund të këtij emisioni, po shpresoj shumë që e keni pas një diell të mirë, e na ja u kena zbukuru edhe ma shumë. Vazhdojmë tek performanca e fundit e bendit. Try to carry the weight of the world. Finding myself at night, didn't know I was off. So angry when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So angry when it's all over, when I'm wiser and I'm older.
this time I was finding myself, and I didn't know I was on.